Administrata e presidentit Donald Trump publikoi strategjinë e sigurisë kombëtare me në fokus shtimin e pranisë ushtarake në hemisferën perëndimore, balancimin e tregtisë globale, forcimin e sigurisë kufitare dhe triumfin në luftën kulturore me Europën. Dokumenti shoqërohet me një parathënie ku kreu 79 vjeçari i Shtëpisë së Bardhë e përshkruan kohën e tij në detyrë si një rivendosje e fuqishme e Amerikës në skenën botërore. Pas një neglizhence shumë vjeçare, Shtetet e Bashkuara do të rivendosin dhe implementojnë doktrinën Monroe me qëllimin të rivendosë tepërsia amerikane në hemisferën perëndimore e të mbrojë madhëdhëun dhe aksesin ton në zona kyçe gjeografike në të gjithë rajonin, theksohet aty. Dokumenti i hartuar me një ton që nxjerr qartazi në pa arritjet e kësaj administrate përfshin edhe një referencë të drejtë për Kosovën. Shmangja e tensioneve mes saj dhe Serbisë përshkruhet në referencën e përfshirë në kapitullin e 4 si një prej arritjeve që administrata pretendon se ka realizuar brenda 8 muajve të parë në detyrë. Edhe pse dokumenti nuk jep detaje mbi marrëveshjen e supozuar Kosovë-Serbi, përfshirja e saj në strategji tregon se administrata Trump e sheh këtë si një sukses diplomatik që synon të forcojë pozicionin politik ndërkombëtar. Donald Trump e ka përmendur edhe në të kaluarën arritjen e një marrëveshjeje paqeje mes Prishtinës e Beogradit si një histori suksesi personal. Në dokumentin prej 33 faqesh, po ashtu përmendet fakti që presidenti amerikan negocioi paqen edhe ndërmjet Kambodžas dhe Tajlandës, atë të Kongos e Ruandës, Pakistan, Indi, Egjipt, Etiopi, Armenia, Azerbajxhan dhe luftën në Gaza.